Thenja është një sëmundje që vitet e fundit ka prekur kulturën e patates, e cila mbillet masivisht në qarkun Korç. Për të shmangur dëmtimet nga kjo sëmundje, specialistët e bujqësisë kanë këshilluar fermerët që një element i rëndësishëm është mbjellja, si një proces që duhet kryer në thellësi më të madhe. Referuar këshillave, fermerët thonë se këtë vit që kaloi, prodhimi ishte i pastër nga kjo sëmundje. Pranit të thenjës keni pasur në këto vitet e fundit? Po në çdo vit ka qenë prezente thenja. Kemi filluar sipas porosive të specialistëve të bujqësisë, kemi filluar që bëjmë mbjellje më të thella dhe e mbajmë me vaditje deri në momentin që ajo shkulet. Sepse kur ka lagështirën ajo nuk zhvillohet. Me rëndësi është dhe përzitja e kultivarëve që i përshtaten klimës së Korçës e japin rendiment. Patatja është një kulturë që prodhohet masivisht në rang qarku, ku në vit ka një prodhim prej mbi 60.000 tonë dhe zënjes sipërfaqe të mbjellash prej mbi 2.000 hektarësh.